Se flasim për çështjen e transparencës, shpesh gjykata speciale është kritikuar realisht për mos transparencë, apo i komunikon në këtë formë drejt publikut? Po sigurisht që parimi i publicitetit është një prej parimeve kryesore pasi që verdikti merret në emër të popullit dhe sigurisht që populli dhe monitoruesit, mediat, gazetarët duhet të njoftohen sa më mirë me proceset gjyqësore dhe mendoj që gjykata ka mundur ndoshta të redakton një pjesë sa më të vogël të dëshmitarëve anonim dhe jo e tërë dëshmia të redaktohet për publikun, për arsye se në rast se redaktohet, atëherë sigurisht që do të ketë edhe kritika nga publiku. Sigurisht që prokuroria e ka patur synimin që ta mbron identitetin e dëshmitarëve, për arsye se shumë prej dëshmitarëve të propozuar nga prokuroria kanë qenë dëshmitarët anonim për publikun dhe sigurisht që për gjykatën primare ka qenë sigurimi i jetës dëshmitarëve të cilët kanë kërkuar që identiteti i tyre të mos shpaloset për publikun, por sigurisht që palët në procedurë mbrojtja avokatët kanë patur qasje 100% deklaratat e dëshmitarëve gjatë dëgjimit të këtyre dëshmitarëve anonim. Po, dhe a mendoni pra se mandati i kësaj gjykate, zotri Aliaj, është i drejtë, marrë parasysh që përjashtohet pra palja serbe? Po tani gjykata është formuar ashtu siç është formuar. Ndryshimet kushtetuese janë votuar në kuvendin